Një nga cilësitë kryesore është pasioni për të mësuar. Pam që kishte një nevojë shumë të madhe për të mësuar aftësitë praktike që kjo fushë. Nuk e shikojnë thjesht marketingu si shitje, po e shikojnë si një marrëdhënie besimi. Kur stafi vendoset në qendër dhe fuqizohet me aftësitë digjitale moderne që kërkon sot dhe gjithë kemi nga smartphone, e shikon veten që po kontribon jo vetëm marketingun e kompanisë, por po kontribon për veten. Në biznes suksesi nuk matet me zhurmë, por matet me vazhdueshmërinë e tij. Po them në terma afatgjatë edhe kështu me radhë. Le të themi që kërkon një sistem, kërkon disiplinë, kërkon vendimarrje në kohë, po themi të pasakta, duke marrë vendimet e sakta. Për të diskutuar mbi faktorët, po themi, të suksesit, sidomos në pjesën e aspektit të marketingut digital, kam kënaqësinë të kem ftuar Renato Civilin. Renato, mirë se erdhe. Mirë se gjeta Ervin, faleminderit për ftesën. Faleminderit edhe ti për kohën. Duhet të pyesja direkte. Cilët janë, po themi, ato 3 faktorë kryesor apo ato 3 pilar kryesor që nëse do t'i reduktonim ose do t'i kompresonim, do ishin faktorët që do të mbanin sa më gjatë, po themi, në treg dhe do ishin, po themi, çelësi i suksesit për ato që ti përfaqëson si individ, por edhe si CEO i Akademisë Digjitale. Unë po flas në dimensionin e trajnerit, çfarë bën një trajner të suksesshëm, meqenëse kam edhe mbi 7 vite në këtë fushë, mendoj që një nga cilësitë kryesore është pasioni për të mësuar, për të mësuar dhe për të zhvilluar, dhe për të cilë gjithmonë risi në treg. Në këtë mënyrë, e dyta është patjetër faktori edhe për të ndihmuar të tjerët, për dhënë ide, por edhe praktikat apo për të zhvilluar aftësitë kryesore që atyre i duhet, që ka një impakt në jetën e tyre apo në karrierën e tyre. Dhe e treta është zgjerimi i networkut apo kthimi i historive të suksesit të klientëve të tu apo të pjesëmarrësve nëpër trajnime në rastin ton, dhe impakti që ke tek ata. Sa më i madh impakti tek ata, aq më shumë ata do flasin te të tjerët. Aq ndonjëherë marketingu më i mirë është çfarë thojnë ata për ne ose klientët e tu në rastin tënd. Ndonjëherë mendoj që pasioni për të mësuar, për të qenë një trajner sot i suksesshëm, duhet patjetër pasioni për të mësuar fushën tonë për të bërë eksperti më i mirë. Sot më të mirët në çfarëdo lloj industrie, mendoj janë ata që mësojnë gjërat për të bërë më të mirët. Pra, ai që është the best, më i miri nuk bëhet rastësisht. Është sepse ka idetë më të mira, ka aftësitë më të mira dhe kjo e bën që dallohet nga të tjerët. E dyta është dëshira për të kontribuar apo për të ndihmuar të tjerët, dhe këtë aktualisht kemi trajnuar mbi 2000 individ. Kemi bashkëpunuar me disa nga kompanitë më të mira në Shqipëri dhe kemi pas edhe një satisfaksion edhe personal por edhe të biznesit që kemi pasur goxha network gjerë. Dhe e treta që na ka ndihmuar është ato histori të suksesit që kemi pas me klientët, fjala e mirë që është përndarë nga ata, nga impakti që kemi pasur, si kemi ndihmuar ata, dhe e treta marketingu, patjetër, që na kanë ndihmuar që të bëjmë sa më shumë njerëz që të na njohin, të na pëlqejnë, të na besojnë neve dhe të na zgjedhin ne për shërbimet që ka nevojë. Shiko, sepse bashkë njihemi, po më shumë edhe për publikun e gjerë, aq më tepër që unë kam edhe tek pjesa e trajnimeve të mia që është kush është avantazhi, po themi, unik. Bazuar në eksperiencën tënde disa vjeçare në industri të ndryshme, po themi në tiparet e klientëve që ti ke trajtuar, sepse në informacionin tim janë industri të ndryshme. Dhe patjetër që ti ke pas qasje të ndryshme me çdo klient, duke shkuar dhe sa më afër nevojave të atyre. Por do duhet të dija se cila, po themi, është avantazhi jot konkurrues në treg. Them këtu krahasuar me agjencitë të tjera marketingu apo me ato që ofrojnë shërbime të ngjashme, përfshirë këtu jo vetëm aspektin digital, po edhe marketingu si strategjia kështu me radhë. Ne mund themi kemi qenë nga agjencia e parë e trajnimeve të marketingut të Shqipëri. Për rreth 15 vite që kam në fushën e marketingut dhe shitjeve, ne kemi parë tek agjencia që punoja më parë, që ofronim shërbime marketingu, shumë nga klientët tanë që ofronim shërbime na thonin, a mund të trajnojmë stafin që të vijë një moment që ato ta bëjmë vetë. Dhe erdhi një moment që më shumë filluam duke dhënë trajnime dhe konsulencë personale të stafit tyre se sa po jepnim shërbime marketingu, dhe pam që kishin shumë nevojë për këtë lloj aftësish për të zhvilluar, sepse as universitetet nuk mësonin aftësi digjitale praktike që kërkonin bizneset dhe tregu, po kështu edhe nuk kishin hapësira të tjera në Shqipëri se ku ti mësonin. Kishin kurse online,
po jo aftësi praktike. Dhe ajo që nga eksperienca që kishim grumbulluar mbi 10 vite eksperiencë, tham pse jo tapim akademin tonë, Digital Academy, dhe kur kemi hapur ka qenë koha e pandemisë, imagjinoj, 2020-ën. Dhe fiks mbas pandemisë nisëm me një trajnim që ishte falas, një ditor për strategjitë e marketingut digital. Na erdhën mbi 70 veta menaxher biznesi, sipërmarrës, trinj dhe ekspert fushave ndryshme. Dhe nga aty kemi parë që nga 70 veta që erdhën tek ai hotel, tek ai seminar, në momentin në fund i bëjmë një ofertë. Kush dëshiron të mësoj nga A-ja te Z-ja për marketingun digital, dhe nga aty na ngritën duar 20 veta dhe krijuam 2 grupet e para të trajnimit dhe pam që kishte një nevojë shumë të madhe për të mësuar aftësitë praktike që kjo fushë. Dhe aftësia që kisha dhe më parë me agjencitë e marketingut, por edhe aftësia që kisha në kompanitë e tjera në shitje, sepse mendoj atë që kanë punuar në shitje kanë shumë të lehtë pastaj për të kaluar edhe në marketing, për të njohur industritë të ndryshme dhe në radhë parë për të njohur klientët. Sa më mirë njohim klientët, psikologjinë e tyre, mënyrën se si ti mund të influencosh ata, aq më lehtë ke pastaj pjesën kalimin e komunikimit të marketing, që nga një one-to-one që ishte e kthej në komunikime mira klient potencial online. Kjo mendoj që ishte e para, që ishte koha, ishte edhe networku që kisha ndërtuar, por ishte edhe momenti që kishte një nevojë të jashtëzakonshme dhe ishte nga të parë në treg që hapëm akademi. Super. Pra mund të themi që ndonjëherë është goxha avantazhe dhe koha e dur për të hapur biznesin e dur. Nëse do ta përmbledhim gjithën këto në një fjalë, kush është kontributi, po themi, që ti jep një klientit tënd? Impakti kryesor që ai merr, po themi, dhe që ka qenë pjesë, po themi, e feedbackut të përgjithshëm. Ne mendojmë, ajo që kemi parë impaktin në fund mbas edhe trajnime dhe konsulencës që ofrojmë, është që nuk e shikojnë thjesht marketingun si shitje, po e shikojnë si një marrëdhënie besimi me klientët dhe fillojnë të shikojnë si investim afatgjatë. Ta shikojnë si një sistem, themi, si sistemi më i rëndësishëm i biznesit. Mos ta shikojnë thjesht si kosto, po ta shikojnë si një investim që në momentin që bëhet duke ndjekur një strategji e dur, patjetër bën më shumë njerëz që ta njohin, ta pëlqejnë, të besojnë dhe të blejnë nga kompania e tyre në mënyrë të parashikueshme. Sepse fillon të përdorin media sociale në mënyrë më efektive, duke komunikuar, duke dhënë tema me rëndësi për klientët, jo siç bëjnë shumica e bizneset që duan vetëm të shesin gjes direkt dark me kompanitë, por të shikojnë marketingun si një lloj komunikimi për ndërtuar marrëdhënie besimi, se klientët vetëm në momentin që besojnë atëherë blejnë nga një kompani. Për ndërtuar kanë përshtypjen edhe marrëdhënia afatgjatë. Marrëdhënia afatgjatë. Sepse kjo është akoma më e rëndësishme. Marrëdhënia besimi jo vetëm me klientët e rinj, pra për të fituar besimin, por edhe duke mbajtur marrëdhëniet me klientët ekzistues. Kemi goxha mënyra se si ato të ndërtojnë marrëdhënie dhe të krijojnë një komunikim të vazhdueshëm me klientët ekzistues, që jo vetëm të bëjnë më shumë shitje, por edhe të kthejnë ata në promotor dhe ambasador të brendit tyre. Shiko, do doja dija pak edhe për aspektin tënd personal. The që kishe vazhduar, po themi, Digital Academy si iniciativë, po themi, pa ditur edhe se si do shkojë në një moment vështirë që është edhe pjesa e pandemisë. Ja, vërtet. Kush është matrica, po themi, apo mënyra se si ti merr vendimet? E bëj këtë pyetje edhe për kuriozitetin tim personal, po edhe për të rinj, po themi, që janë në fazën e startupeve, për të kuptuar më shumë se si, po themi, personat e suksesshëm që kanë një vjushmëri stabil, kanë një kompani, po themi, që është gjithmonë në rritje, influencuese dhe marrëdhënie shumë të mira, paktën në këmbvështrimin tim me gjithë klientët që ti ke, por jo vetëm. Kush është matrica që ti merr vendimet, qoftë kjo në strategji të reja apo për mënyrën se si operon me bashkëpunëtorët e tjerë. Diçka po themi që ti e ke edhe si parim për mënyrën se si merr vendimet për të shkuar në vlerë, kuptohet. Ne shikojmë radh parë çka kërkon tregu, çka kërkojnë klientët. Dhe për shembull produktin e parë që krijuam ishte ky trajnim, 1 mujor Digital Marketing Masterclass për të mësuar audiencën apo klientët që aftësitë praktike që ato të zhvillojnë biznesin e tyre përmes platformave digjitale. Po ka edhe ndonjëherë të mëson vetë tregu çfarë duhet të krijojmë. Pra vendimet nuk vijnë vetëm nga mënyra jote të menduarit, po vjen edhe nga impulset e klientëve. Për shembull, po jap një rast interesant me një nga kompanitë e mëdha që ne shkuam. Donim të trajnonin vetëm departamentin e marketingut për strategji komunikimi dhe shitje digjitale. Dhe ishte një banka e parë që ne patëm bashkëpunim, dhe kur takuam CEO-n, tha, shiko, meqense se ju do mësoni aftësitë si të përdorin media sociale, ne nuk kemi vetëm 5 veta
që kanë media sociale. Ne kemi 300 veta staff. Dhe pse trajnojmë vetëm 5 veta, tha, pse mos trajnojmë gjithë stafin? Na bëj një ofertë për trajnuar të gjithë stafin, si të përdorin më mirë media sociale, si të rrisin prezencën digjitale dhe si t'i kthejmë gjithë stafin në brand ambassador. Pra, oferta ime fillestare, nuk e dhash në atë moment, ishte që të shkoja të bëja trajnim vetëm për 5 veta. Dhe unë më pare mendoja që trajnimet e marketingut janë vetëm për marketingun, po në fakt sot gjithë ne që kemi nga një smartphone, nga një telefon, të gjithë duhet ta shikojmë veten si marketer, të radhë parë të vetes tonë, të punës tonë, po dhe të kompanisë, se fund ditës ne shesim idet, shesim veten, për kontributin, ekspertizën tonë, dhe duam të bëjmë që njerëzit na besojnë si ekspert fushës. Dhe aq më shumë ku punojmë në kompani të mëdha. Dhe aty kuptova që trajnimet që kanë të bëjnë që njerëzit të kthehen në brand ambassador, radhë parë të promovojnë ekspertizën e tyre, të promovojnë mënyrën se si ndihmojnë, edhe të bëjnë më shumë njerëz që të radhë parë të zgjedhin ata dhe pastaj edhe kompaninë, ka një potencial të jashtëzakonshëm. Dhe nga 2021-shi që krijuam programin Brand Ambassador, pastaj pam që kishte edhe kompani të tjera që kishin të njëjtën mindset, ka qenë i vështirë fillimi me pjesën e edukimit, por aktualisht kemi bashkëpunim me 7 banka, kemi trajnuar shumë mbi 2000 veta, dhe kemi parë që ti kam ndjekur pak kemi parë që kur stafi vendoset në qendër dhe fuqizohet me aftësitë digjitale moderne që kërkon sot dhe gjithë kemi nga smartphone, fillon kur fiton edhe aftësitë praktike dhe vetbesimi që në mënyrë profesionale të di se si të promovojë ekspertizën e tij, punën që bën çdo ditë, dhe të promovojë edhe mënyrat dhe historitë e suksesit me klientët e tyre, patjetër e shikon veten që po kontribon jo vetëm në marketingun e kompanisë, por po kontribon për veten. Për veten sepse në çdo postim del emri jon i pari, i themi edhe të tjerëve. Pra është investim më parë për karrierën tënde, për networkun dhe për autoritetin që ti po ndërton treg. Jam shumë dakord me këtë, madje e mbështet shumë. Ndonjëherë thon shkurtimisht kur kemi biseda midis kolegësh apo edhe në seanca trajnimi, bisedoj shpesh dhe i them qoftë edhe me shaka që ne gjatë gjithë kohës shesim dhe në shtëpi, në sensin ti burrësh me ato që ke bërë gjatë ditës, shesim kudo, kështu që ndoshta pjesa digjitale është një upgrade i asaj që është shitja tradicionale, po themi, dhe kalon në aspektin digital sepse edhe takimi midis njerëzve po bëhet në mënyrë digjitale, kështu që mendoj që është goxha e nevojshme. Mënyra digjitale, hapi digital, këtë bisedë po e bëja sot me një klient që platformat digjitale na japin mundësi që nga one to one me një person ne japim mundësi që me një postim që na merr për 10 minuta, 20 minuta, mund të komunikojmë me mijëra persona. Pra atë komunikim që ti mund të fitojë një klient potencial, ti mund të fitosh me qindra klient potencial me një lloj komunikimi online. Dhe shitësit më të mirë sot janë dhe marketerët më të mirë. Nuk mund të jetë më të ndara këto të dyja. Dhe themi shitësit analog, pra ato që janë me metodat e vjetra, që presin të vi klientë dera, sa vjen më shumë, po e kanë vështirë të mbijetojnë në këtë treg. Ata që po mbijetojnë, ata që kanë më shumë sukses, janë ata që mendojnë si marketer, janë ata që platformat digjitale shikojnë si mjete, jo thjesht për të kaluar kohën, po si një mjete për të influencuar dhe për të rritur autoritetin e tyre si ekspert fushave. Renato, shiko, tregu shqiptar ka vështirësitë e vet, aq më tepër tani që është dinamik, ka shumë llojshmëri, ka gamë të gjerë për çdo industri. Po themi ndryshe më përpara, po themi që masivisht ishin farmacit, po themi lokalet, furat e bukës. Tashmë koha ka sjell edhe këto profesione të tjera dhe ka sjell domosdoshmërisht kompani të tjera ku gjithsecili për nesh e gjen veten me shumë konkurrent vërdall. Si arrin të menaxhosh, po themi, rrisqet që të vinë nga konkurenca. Kur them rrisqet, jo në kuptimin e drejt për drejt, po që ti po themi të prevalosh në treg apo të kesh diçka ndryshe e kështu me radhë. Pra, si është strategjia, nëse ka ose nëse ka rritur në mënyrë natyrale pastaj? Ne jemi fokusuar kurrësisht tek paketet e trajnimit kompani që janë të mesme dhe mëdha, dhe kemi kapur nga bashkëpunimi që kemi pasur, jemi munduar që të jemi një hap para krahasim mendoj me konkurrentët që janë fokusuar më shumë te trajnime që janë mund të themi me individ. Ne duam të kapim pika jone fort është
ekspertiza që kemi mbi 15 vjeçare, praktikat më të mira që kemi studiuar në përbotë nga trajnimet dhe nga studimet, po dhe risitë që kemi si në tregun shqiptar dhe çdo kompani të madhe që kemi trajnuar stafin, jemi përpjekur të kthejmë në histori suksesi, që të fitojmë një kompani edhe më të madhe. Dhe aktualisht kemi bashkëpunim edhe me disa kompani të Balfin Group kemi trajnuar, po kështu edhe me kompani të tjera që janë kompani më themi disa nga më të mira në Shqipëri dhe deri diku duke bashkëpunuar me ta, me kompanitë më të mira, edhe ne mësojmë shumë nga ata. Dhe kjo është një mënyrë që ne gjithmonë duke mësuar, jemi gjithmonë një hap para të atyre që fillojnë sot në treg. Dhe e dyta, duam të sjellë mirësi. Kjo ka qenë edhe arsyeja pse kemi edhe trajnime në Udemy, për të sjellë edhe një risi, për të qenë edhe për gjithë ato që nuk e njohin, Udemy është platformë online e-learning për të mësuar kurse online. Okej, pra dikush sot që se shkon në Udemy mund të gjejë trajnime nga Po kështu një risi tjetër është libri që kemi përmbledhur gjithë eksperiencat dhe praktikat më të mira të marketingut digital. Libri që kemi nxjerrë strategjia fituese që nxorëm para një muaji dhe do flasim pak më fund. Dhe e bukur ka qenë që ndryshe nga librat e tjerë që janë të huaj, ky është libri i parë për marketingun digital në Shqipëri që për mua më bën krenar, po kam dashur që jo vetëm të bëja veten krenar, por edhe shumë nga profesionistë të tjerë apo brendet suksesshme shqiptare i kam kthyer në histori suksesi brenda librit dhe libri analizon edhe realitetin shqiptar. Individet profesionistët më të mirë apo ata që janë më aktiv online i kemi promovuar si histori suksesi dhe brendet e tyre apo kompanitë më të mira që edhe të tjerë, të rinjt, profesionistët e tjerë apo sipërmarrësit të ndjekin dhe të mësojnë nga eksperienca e tyre. Në këtë mënyrë është edhe një mënyrë komunikimi me një audiencë edhe më të gjerë. Mund të themi që libri ka përmbajtje që janë relevante për tregun tonë. Patjetër. Është për tregun tonë. Sepse kam hasur shpesh qoftë ke trajnimet që unë ndjek apo ke tema që kam dashur ti huazoj për trajnimet që unë ofroj dhe kam parë shumë të domosdoshme që të jetë kjo pjesa e relevancës me ato që audienca do ndjeki, por shikoj shpesh që nuk e ka këtë relevancë dhe mendoj që ai që do të jetë i suksesshëm duhet të personalizohet, po themi temat e tjera. Ne këtë kemi parë dhe që nga studimet që para 20 vitesh kur ishim në universitet, mendoj shumë prej nesh jemi lodhur nga rastet, nga shembujt nga Amerika, nga Apple, nga Coca-Cola që kemi bërë që në universitet dhe që nuk kanë lidhje me kulturën shqiptare, me ekspertizën lokale. Dhe ajo që është pika e fortë mendoj jona është kjo ekspertizë lokale që tani kemi mbi 15 vite në Shqipëri. Ka shumë kompani që kanë sukses dhe duam që pse jo të promovojmë dhe histori suksesi shqiptare. Dhe gjithmonë duke u bazuar te kultura dhe e klientit shqiptar, duke u bazuar te realiteti jon dhe patjetër duke marrë praktikat më të mira se si funksionojnë ande, por duke parë edhe kulturën tonë dhe duke nxjerrë në pa ato që janë më të mira për të implementuar në mënyrë që të ketë edhe eficiencë, ajo është qëllimi. Shiko, dua të pyesja lidhur me Digital Academy, pa dashur të thëj totalisht në retrospektivë. Si mendon, sot po themi që kanë kaluar disa vite, shumë vite nga eksperienca personale dhe disa vite si CEO dhe bashkëthemelues si Digital Academy. Është më vështirë, po themi, ai starti fillestar, ai boosti fillestar apo mbajtja e nivelit më pas? Mendoj, si në çdo biznes, fillimi është më i vështirë, se ne themi kemi parë pothuajse në 3 vitet e para, është një rregull e kemi parë edhe tek ne funksionon, është që 80% e kohës kur je startup do të merresh me marketing. Ti mund të jesh shumë i mirë, të kesh pasion për shembull trajnimet, unë kam pasion të jap trajnime. Unë aty jam në atë në zonën time flow, në habitatin që jam në habitatin tim, po e bukur është që vetëm 10-20% e kohës unë mund të bëja trajnime ze mbasdite. 80% e kohës më merr dhe marketing, shitje, emaile, postime, takime me klient, negocime, bëri ofertash. Është ai sforco fillestar. Është sforco dhe këtë këshill, këtë eksperiencë do doja ndaja edhe me gjithë dëgjuesit që shumë pak biznese apo shumë pak trajner apo shumë pak ekspert e thonë që nëse do hapësh një biznes, pavarësisht fushës që ti ke pasion të bësh gjithë ditën, ti nuk do merresh me atë. 80% e kohës, mendoj vitin e parë, apo unë do thaj edhe për 3 vitet e para, 80% e kohës do merresh me shitje dhe marketing. Dhe ajo që do bëj diferencën është që ti duhet të jesh i mirë në këto të dyja, në marketingu dhe në shitjen, sepse ti mund të bësh
mund kesh bukpjekës shumë i mirë, mund të bësh bukë shumë mirë, po nëse nuk di ta marketosh apo nuk e ke marrë në një pozicion strategjik, ai produkt nuk do funksionojë. Ne themi që ti mund të jesh më i miri, mund të jesh gjeni, po nëse njerëzit nuk e di që ti ekziston, nuk kanë si zgjedhin ty. Nëse ti je vetëm brenda katër mureve dhe nuk i ndani dhe me të tjerët, njerëzit nuk e din kush je dhe normalisht nuk kanë si zgjedhin. Prandaj themi që ndonjëherë nuk fiton ai që ka produktin më të mirë. Sepse ai nuk ekziston, nuk e di njerëzit, nuk ka si të fitojë. Ndonjëherë fiton ai që ka marketingun më të mirë. Pra, për të arritur sukses duhet dhe marketingu më i mirë për të fituar, jo vetëm produkti sot. Doja të të merrja edhe një këshill të shpejtë, sepse më kujtove pak, unë personalisht kam pas probleme me delegimin, vazhdoj të kem, jam disi më mirë, por prapë përfundoj që shumë gjëra bëj vetë për shkak edhe të merakut e tjerë. Nëse një biznes sot i mesëm, pra s'po themi SHA e tjerë, por një i mesëm ose ndoshta është në fillimet e tij. Do rekomandoj që marketingun po themi ta bëj vetë, sepse ndoshta di vetë më mirë vizionin e kështu me radhë, pra ose me staf brendshëm, apo ta delegoj diku dhe dikush tjetër të merret. Unë do kisha rekomanduar strategjinë e marketingut, ato ta ndërtojnë vetë. Mund të marrë një konsulent, siç kemi pas edhe me shumë nga klientët tanë, por ama e mishërojnë së brendshmi çfarë vizioni kanë, misione, avantazhet dhe kush janë target grupet, klientët ideal dhe mënyra e komunikimit me ta. Në momentin që ato kanë këtë strategji komunikimi së brendshmi, ne e quajmë kushtetuta në marketing, mënyrën se si duhet të komunikojnë me klientët online. Më pas mund të ndërtojnë strukturën e tyre të brendshme, por edhe mund të marrë një agjenci, sepse mund të ketë investim goxha në momentin që ndërtojnë një strukturë, duhet minimalisht 2, 3, 4 veta. Kurse me një agjenci mund të kurse edhe më shumë, ndoshta mos të harxoj shumë, dhe tjetra mund moment që e dorëzon, momenti që komunikon gjithë strategjinë, mund ta ketë edhe më të lehtë pastaj që ndjekja dhe implementimi të jetë mënyra e duhur. Pra pjesën operacionale ta bëjë operacione dhe implementimi ta bëjë ata. tjetër. Çfarë kemi parë neve? Kemi parë që shumë kompani edhe të mesme dhe mëdha nuk kanë një strategji marketingu apo një plan marketingu të qartë dhe një strategji komunikimi përmes platformave digjitale. Dhe duke mos pasur, mendojnë që do vi një agjenci nga jashtë dhe do ja bëjë sipas mënyrës tyre në mënyrë më të mirë. Dhe kjo nuk funksionon. Se ata nga jashtë kanë eksperjenca të tjera, ndoshta nuk kanë eksperiencë me atë industri. E dyta, ata nuk njohin klientin ideal, nuk njohin problemet që kanë klientët e tyre, nuk dinë ndoshta avantazhet konkurruese apo mënyrën se si duhet komunikohet me ata klient. Nuk njohin mirë produktet e tyre dhe komunikimi mos jetë vetëm sipërfaqësor, po të kapi ato pikat e dobta dhe problemet kryesore që kanë klientët në mënyrë që të kapin vëmendjen e tyre. Madje kanë përshtypjen mund të ketë dhe risk që kanë kuptuar gabim komplet. Patjetër, dhe në disa agjenci do të dim edhe kë agjenci zgjedhim, se ndonjëherë nuk janë cilësia e profesionale mund të lejë për dëshiruar, apo marrin të rinj dhe ja lejnë, imagjinoni një kompani e madhe t'ia lej një person që sa po ka filluar në një agjenci, se ndonjëherë agjencia mund t'ia lej atij personi, sepse thonë është thjesht çështje postimesh edhe është menaxhimenti sociale. Pra, mendoj që duhet nisi a kemi ndërtuar strategjinë e mirë të komunikimit së brendshmi dhe pastaj ajo është në plan të dytë, ose do ndërtojmë stafin ton që e dim se çfarë të komunikimit do të kemi, ose do marrim një agjenci nga jashtë, po ama duam që të na implementoj këtë vizion, këtë mision dhe këtë strategji që ne duam. Pra mund të themi që vizioni duhet të fillojë gjithmonë nga vetja, në terma nga vetja. Renato, shiko, ti shumë faleminderit për kontributin që jep, edhe për bisedën deri tani, po doja të dija pak, zhvillimi të tjerëve, po ti vetë si zhvillohesh? Sepse bota po ecën me ritme të shpejta. Unë mbaj mend se unë kam ndjekur një nga trajnimet tua dhe mbaj mend ka qenë fiks periudha kur ishte që diskutoi për AI. Në sensin akoma nuk u fliste në mas, po bashkë me Arlindin, kolegun tënd, folën pak për çfarë është kjo gjëja e re që po vjen. Pra, gjërat po ecin aq shpejt me risi të ndryshme dhe do doja të dija vetë si zhvillohesh. Sepse duke qenë dhe familjar, me 2 fëmijë, me shumë angazhime qoftë në konsulencë, po edhe trajnime, ta kuptoj pak edhe menaxhimin e kohës dhe do ishte interesante për mua personalisht, po edhe për të tjerë se si, po themi ja del që edhe të vetë zhvillohesh. Është e vështirë patjetër. Ajo që unë e kam edhe me dëshirë dhe bëj me pasion, duket sikur është kohë relaksi, është që kam lexuar libra.
pothuajse 10 vitet të fundit kam lexuar disa nga libra bestseller dhe vazhdoj këtë pasion e kam akoma. Dhe ndjek disa nga autorë, trajnerë të preferuar të fushës time të marketingut, të komunikimit, të biznesit. Dhe ajo që më duket sikur kam një mentor. Edhe unë mentorët e mi janë ata, edhe pse mund të jenë ndoshta të huaj në vende të tjera. Dhe kjo ka qenë edhe arsye pse kemi hapur edhe këtu një business book club, se duam të mësojmë edhe nga njëri tjetri, nga profesionistë fushave të tjera. Dhe na kanë ardhur në disa nga ato persona të tjerë që lexojnë libra të tillë, biznesi, njerëz që duan të diskutojnë mbi ide, dhe në këtë mënyrë edhe është një network që mësojmë edhe nga njëri tjetri. Dhe treta mësojmë edhe nga profesionistë. Pra, njerëzit që lexojnë ata që duan të zhvillohen. Dhe ku ka më mirë sot në këtë kaosin e Tiranës që jetojmë, të kemi njerëz që diskutojnë mbi ide për të zhvilluar vetë, për të zhvilluar tjerët, dhe patjetër edhe për mësuar nga klientët. Pra jo vetëm për të mësuar klientët apo kompanitë, por edhe të mësojmë neve nga eksperjenca e tyre. Disa nga brendet që ne kemi bashkëpunuar janë edhe brendet ndërkombëtare, që sjellin edhe ekspertizën e tyre, kështu që edhe ne mësojmë edhe nga filozofia, nga mënyra e tyre e komunikimit apo e marketingut që bëjnë. Kështu që ku je me klient, ku je me takime, ku je duke dhënë trajnime, duke mësuar edhe nga trajnimet apo nga librat e tjerë, jemi gjithkohës në zhvillim. AI patjetër është gjithkohës në zhvillim, por kam kuptuar këtë gjë që AI vërtet po sjellin revolucion, por nuk ka asnjë vlerë nëse ne nuk dimë të bëjmë pyetjet e duhura. Shumë saktë. Dhe vetëm në momentin që ti e di çfarë kërkon dhe i bësh profesionist i një fushë të caktuar, atëherë ti mund të kërkosh gjërat e duhura. Është shumë njerëz sot i përdorin më shumë për të marrë informacion bazike apo gjëra bruto, por ne themi nëse do të ruash originalitetin tënd, duhet të jesh ti që bën pyetjet në fillim, por edhe në fund duhet të bësh ti atë dorën e fundit, vendosësh historinë tënde. Ta personalizosh dhe të vendosësh këndvështrimin tënd apo your human touch, atë elementin tënd njerëzor, në mënyrë që ti mund të gjenerosh ide, mund të ndihmoj ChatGPT që të gjenerosh ide, strukturën po je ti ai që i vlerëson në fund, je ti që timonieri e përshtat dhe vendos atë elementin njerëzor. Unë faktikisht do thoja që po themi pjesa më e madhe e punës është nga mënyra se si e kërkon, sepse ky është edhe një problem njerëzor. Qoftë edhe në një marrëdhënie me dy persona, ndonjëherë mënyra se si shprehen, po themi tek Renato, kërkoj gjën e gabuar tek Renato në mënyrë direkte dhe indirekte. Dhe kam përshtypjen që e njëjta gjë është reflektuar edhe në teknologji. Qoftë edhe në Google. Pra ndonjëherë ti nuk përdor kod fjalësh të gabuara për ato që ti dëshiron apo për mënyrën se si do të ta strukturoj informacionin dhe të duket shumë larg asaj që ti do doje, po themi, që të përgatisje. Meqense folëm pak për gabimet. Si ke menaxhuar gabimet ndër vite? Kur them gabimet, ndoshta jo ato fatale etj, por për mënyrën, po themi, se si e ke përmirësuar hap pas hapi, ose nëse ti ke edhe dëshirë apo dhe mundësi, kuptohet, kush mund të jetë gabimi, po themi, që ti ke bërë nga ana profesionale dhe realisht të ka bërë që të zësh mend, i themi ne. Gabim nga ana profesionale ka qenë ndoshta mungesa e fokusit kur do të merresh me disa gjëra. Për shembull, kemi pasur bashkëpunime me shoqata ose me organizata, apo kemi themeluar një organizatë bashkë me grupe të tjera dhe hapëm dhe Business Book Club njëkohësisht. Bënim edhe një tur ndoshta me trajnime falas me universitet apo me student dhe pam që biznesi ka nevojë për fokus, sepse të marrin kohë. Ti di edhe aq më shumë ku ke fëmijë, ku ke edhe 2 fëmijë në shtëpi, kështu që të merr fokus, të merr goxha fokus, të merr kohë dhe sot koha është para. Në momentin që e ndan. Kështu që ajo që kam parë që është fokusi gjë më kryesore që në momentin që e humbasim dhe që e kemi shumë vështirë për ta rifituar më pas. Dhe ajo është ajo që unë tani këtë vit kam vendosur fokus se çfarë është ai kthimi investimi më i madh, cila është ajo gjë që duhet të bëjmë më shumë. Ndoshta në biznesin tonë që kemi është takime me klientin ideal, komunikime të vazhdueshme edhe me klient potencial vazhdimisht apo në vende të caktuara për nxjerrimin e networkut dhe trajnime, zhvillim për të mësim edhe për trajnime për tjerë. Dhe këto janë 3 shtyllat kryesore që ne kemi, edhe që duam të fokusojmë më shumë. Çdo gjë tjetër pastaj është dytësore, tretësore. Sepse ne mund të kemi shumë gjëra pasion, munduam të bëjmë shumë gjëra, por që koha po ikin shumë shpejt. Kur bëhesh edhe me fëmijë, ecën shumë shpejt.
Dhe ke vështirë të bësh gjëra që Në vërtet se edhe fëmijët janë projekt më veten. janë si përmarrje vetëm, mund të themi që kanë nevojë kohë. Faktikisht ne bashkë edhe kemi biseduar para sa kohësh, nëse të kujtohet. Në një periudhë shumë të shkurtër unë eksperimentova pak edhe me real estate-in, edhe me disa fusha të tjera dhe kuptova që nëse bën shumë gjëra ekosisht, gjasat janë që s'bën asnjë gjë mirë. Dhe një sekret që i kam gjetë për ta ndarë edhe bashkarisht në kuadër të edhe të temës të podcastit është që unë po përpiqem të bëj ato gjëra që mund të jenë më shumë se një, por që lidhen bashkë. Ashtu sikur se po themi është training, është edhe podcasti, është edhe po themi të tjera që do vinë në vijim. Pse? Sepse në vetvete kanë bazën e informacionit edhe ndarjes së saj. Informacion, po shumë. Nëse do të kthehenim prap në pandemi, le të bëjmë një udhëtim në kohë po themi, dhe doja filloje nga zero. Cilat mund të ishin gjërat po themi që do t'i bëje ndryshe. Po mundohu ta evitosh atë klishen që do bëja të njëjtat gjëra. Pra një gjë ndoshta do duhet ta bëje ndryshe sepse do kishte realisht impakt në ditën sot që flasim. Ndryshe ndoshta do kisha në atë kohë pati një fokus shumë të madh, nëse mban mend, njerëzit u izoluan dhe gjithë vëmendja mori online. Gjithë njerëzit me celulare dhe media sociale kishin goxha impakt. Dhe aty filloi ndonjëherë edukimi që sa e rëndësishme është vëmendja online. Dhe mendoj që ndoshta do kisha bërë mbas pandemisë do kisha ndjekur një plan që çdo muaj, edhe këtë po e mendoj edhe sot ta bëj, por s'kemi pasur kohë dhe kemi pas jo fokus, që çdo muaj do bëja evente të hapura. Evente të hapura falas me persona që duan të mësojnë marketingun digital. Dhe ndjeset të ndërpres. Po. Se bashkë kemi folur edhe unë jam kundra, të paktën këtë besoj tani. Po themi a mund të bëhet një biznes edhe me seanca falas? Pra unë do humbja kurreshtin që të vinë një trajtim me pagesë. Dhe pyetja që lindësh si do jetosh? Mendoj pse, sepse kemi parë fakti ne e hapëm Digital Academy duke ofruar një diçka falas, si trajnim falas. Është një sekret që thuhet. Zakonisht, ata që vinë, pjesa më e madhe, që t'japin kohën e tyre, pra ka dy mënyra si njerëzit mund të tregojnë për kushtimin e tyre. Ose t'japin kohën, duke qenë prezent, ose duke dhënë para. Por ka shumë shanse që ata që vinë, investojnë kohën e tyre, t'japin 2, 3, 4 orë që të dëgjojnë, ka shumë shanse që ata që investojnë kohën, nesër të paguajnë para. Se fakti që ato po investojnë kohën e tyre tregon që është e rëndësishme për ta. Dhe kur ti fiton besimin, tregon që nga ti mund të mësoj më shumë gjëra, ai e ka më të lehtë. Dhe kjo ka qenë e bukur që kur është si puna kur ti njeh një person nga afër, kur ta fillon ndërtoj një lloj marrëdhënie, ti beson shumë herë më shumë. Je më gatshëm edhe blesh nga ai. Pse? Sepse është elementi i besimit. Success factor, mund të themi. Dhe mendoj kjo duhet jetë dhe këtë e rekomandoj me atyre që nisin startup apo nisin jepi me diçka falas. Në këtë mënyrë merri vetëm kontaktet e tyre që ata ngrin dorën online që thotë unë po regjistrojmë, unë dua të vi se më intereson ajo gjë. Kjo mund të jetë në rastin tonë mund të jetë një trajnim falas, mund të jetë një e-book, mund të jetë një libër falas, mund të jetë ndoshta një diçka simbolike falas, po ama është një mënyrë që ti fiton besimin, ai kali trojës që ti fton ata të vinë diku dhe ata pastaj mund të bëjnë diferencën. Dhe këtë do doja ta bëja praktik çdo muaj. Rasti jot mund të jetë podcasti falas, që është falas. Por në rastin tim mund të jetë ndoshta takime, ndoshta në salla të mëdha, mund të jetë me 30 veta, 50 veta, morning breakfast për shembull, ose brunch, që mund të jetë çdo muaj risit dhe praktikat më të mira të marketingut digital. Një muaj mund të jetë për shembull copywriting, aftësia për të shkruar në mënyrë bindse, një temë mund të jetë si stafi ta kthesh në brand ambasador, që ti fton gjithë kompanitë që kanë staf dhe që duan dhe kanë nevojë ta kthejnë brand ambasador, pra çdo muaj nga një temë specifike, në këtë mënyrë kap edhe audienca të ndryshme dhe përgjatë gjithë vitit ti ke edhe network më të gjerë, ke ftuar dhe ke dhënë është ajo ndjenja reciprociteti kur ti jep diçka ndjesh dhe një lloj detyrimi dhe kur e jep falas,
thënë, ja heq edhe hezitimin që mos humbas ndonjë gjë tjetër. Ai thotë, unë po vit mësoj falas. Është edhe një gjë, përveç asaj ndjenja reciprociteti që nëse ti më jep diçka, unë do të jap diçka. Ne themi, ka 3 mënyra për të influencuar njerëzit. E para është, siç bëjnë rëndom pjesa më e madhe e marketingut, thonë, unë jam më i miri, ne më të mirë se ne s'kemi pa, etj. Pra flasin për veten. Mënyra e dytë është ti bësh tjerët të flasin mirë për ty, edhe kjo ka influencë, më shumë se e para, po mënyra më e mirë akoma është e treta. T'ja tregosh sa i mirë je, duke ndihmuar realisht. Dhe në për këto workshope, trajnime, ti ja bën fakt. Shiko si ne mund ndihmojmë ty. Shiko çfarë ti nuk po bën, shiko se si mund ta bësh ndryshe që ta ish impakt. Dhe kur ti ja tregon këtë brenda 2 orësh apo 3 orësh workshop, thua, imagjino çfarë mund të bëjmë bashkë nëse ne bashkëpunojmë 1 muaj. Sa hapësira mund të ketë implementimi me vëmendje më të dedikuar, pra njerëzit sot paguajnë jo vetëm për idetë. Njerëzit kanë nevojë për ekzekutimin e ideve dhe për ndjekjen, implementimin në bazë të kulturës së biznesit që kanë. Dhe kjo është ajo që mendoj do bëj diferencën. Kështu që tani që po e mendoj pse mund ta fillojmë ndoshta nga muaj tjetër një workshop falas, kemi planifikuar diçka që mund ta bëjmë për një audiencë më të gjerë. Okej. Shiko, mënyra si ma shpjegove tani, bëre pak, ndoshta mund të jetë deklaratë nxituar tani, që së shpejti mund ta bëj edhe unë një workshop të hapur, ndoshta jo nga ato 8 orë që bëj unë, po qoftë edhe 2 orë, më shumë edhe për të marrë pak atë shijen e një audiencë që unë s'e kam provuar që mund të jetë vetë individi. Kështu që bën mirë që e diskutuam këtë pjesë. Shiko Renato, ti për vitesh tashmë ke njohur përveç se biznesin tënd, sepse e ke krijuar vetë, ke njohur edhe biznese të ndryshme, dhe jam i sigurt që e ke parë edhe me syrin kritik, po themi se çfarë bën mirë apo çfarë bën keq. Po do doja të të pyesja kush mund të jetë ajo aftësi, po themi që biznesi sot e nënvlerëson. Në sensin e anashkalon apo e injoron, dhe kur them biznesi qoftë në nivel leadershipi, qoftë në nivel ekzekutues. Nga eksperiencën që ne kemi është që e shikojnë në marketingun, megjithëse unë jam në fushën e marketingut, shikojnë marketingun si kosto. E shikojnë si kosto sepse prej shumë vitesh nuk kanë pas një performancë të mirë, nuk kanë si rezultate që ata kanë menduar dhe janë fokusuar më shumë tek shitja dhe jo tek marketingu apo te ndërtimi i marrëdhënieve me klientët online. Dhe kjo ka bërë që edhe komunikimet e tyre në media sociale është vetëm tek shitja, vetëm për të qitur produkte për të qitur dhe ku prezantojnë produkte, ky është produkti, këto janë specifikimet, fokusohet tek vetja të produktit dhe tek kompania. Ne themi marketingu më mirë do të fokusohet te klienti, te nevojat dhe te problemet dhe te dëshirat që ai ka. Dhe në këtë mënyrë kapet vëmendje. Arsyeja kryesore pse klientët blejnë sot është se ose kanë një problem për të zgjidhur, ose një dëshirë të paplotësuar. Qëse nuk kanë këto të dyja, nuk kanë pse blejnë nga ty. Por në momentin që ti e di çfarë problemesh ka klienti që po has, dhe ti e di se si mund të zgjidhësh aty. Kur ti e di çfarë dëshirash ai ka dhe që produkti yt mund të realizojë ato dëshira dhe që ndoshta ta ndihmojë të transformohet në gjendje më të mirë, që mos ketë më rutinë probleme apo të ketë realizuar ato dëshira, është që të fokusohemi dhe të komunikojmë për ato gjëra. Dhe kemi parë që shumë biznese nuk e bëjnë këtë, nënvlerësojnë klientin dhe vetëm fokusohen akoma te ai niveli i parë që ne jemi më të mirë, produkti më jonë është më i miri, kjo është oferta e ja tani. Dhe shumica fokusohen vetëm te ky lloj klienti që mendojnë që ai do blej vetëm nga ata sepse ai ka produktin më të mirë dhe ka ofertën më të mirë. Nëse do t'i vendosim në peshore, faktikisht më vjen ndërmend më shumë korporatat, pra biznesi i madh, nëse mund ta quajmë në terma juridik, nëse do vendosim në balancë marketingun dhe shitjen tradicionale, ku në të shumtë të raste në korporata është business to business. Kush do ishte më i rëndësishëm? Marketingu apo vetë forca shitse, po themi si strategji tradicionale? E bëj këtë pyetje edhe në kuadër të motos që CEO-t nuk shikojnë televizor apo nuk shikojnë social media. Sensi kush mund të jetë të paktën për këtë periudhë që jetojmë? Ne themi të dy janë si krahët e një avioni. Pra, qëllimet e biznesit do të jenë në harmoni me objektivat e marketingut dhe të shitjes. Dhe në shumë kompani që kemi parë është që departamentet e shitjes dhe marketingut janë si
njëri drejtim tjetër, tjetër drejtim tjetër. Për marketingu shikon reach-in, shikon ndoshta dizajnet e bukura, website-et e bukura, postimet interesante, kurse shitja do rezultatin. Dhe ne themi që Po, se janë të orientuar drejt targetit. Kanë target për të kapur dhe qëllimi i marketingut është që ti bëj shitjet më të lehta. Momentin që ato komunikojnë me audiencët që shitja do të arrijë dhe t'ia bëj më të lehtë shitjes që ajo audiencë ta njohë mirë produktin, të njohë avantazhet që kur ato i trokasin, kur ato i marrin telefon, thonë po e di kush je, kemi dëgjuar shumë për ty, hajde takojmë për parë mundësi bashkëpunimi. Kjo është e bukur sot e mediave sociale apo e platformave digjitale është që të bëjnë këto audiencat që shitja synon që t'i arrijë, që t'i fitoj, që të njohin paraprakisht, të di se kush janë dhe që në momentin e parë që ka nevojë për ato lloj shërbimesh, të jenë ata që të komunikojnë me shitjen, pra ta bëjmë më të lehtë shitjen për ata. Imagjino një bot, kemi një shprehje që mos thjesht ti që kërkon për klient, po të vinë klientët e ty. Ky do të jetë objektivi i marketingut. Që praktikisht i parashtron edhe rrugën shitjes, ja bën vazhdimisht, ke edukuar vazhdimisht klientën dhe e ke pozicionuar produktin tënd si zgjedhje e parë. Dhe në këtë mënyrë shitja mund të bëhet vetëm pret oferta ose bën takime, por ama pjesën e hezitimeve e ka hequr. Sepse ka shumë më të lehtë pastaj për të komunikimin. Shumë nga vështirësitë që ka pas shitja, edhe në kompani që ne kemi bashkëpunuar, sidomos kur janë produkte të shtrenjta, është sepse klienti nuk është i edukuar pse duhet ta marrë ato lloj produkti. Nuk ka informacion, nuk e njeh dhe nuk e di ndonjëherë kush është kompania. Dhe e bën atë shitjen do të jetë superheroi që t'i kaloj gjitha vështirësitë, gjitha problemet që ka pas marketingu, gjithë vitet që kompania nuk ka bërë marketing, mendon që ai është Superman. Ai do t'i bëjë gjitha. Do t'i bëjë gjitha. Do të bëjë edhe marketingun, do të bëjë edhe jo. Prandaj themi janë si dy krahët e një avioni. Që marketingu duhet të bëj promovimin, duhet të bëj PR-in, duhet të bëj komunikimin e vazhdueshëm me klientët e interesuar, që t'i bëj ata klientë të interesuar, klient potencial, dhe nga ana tjetër shitja që t'i kontaktoj, t'ia bëj më të lehtë, t'i japi sens e urgjencë duke dhënë oferta të vazhdueshme dhe ajo që është më kryesore follow-upi, ndjekja e vazhdueshme që klientët në momentin që janë gati, ti jesh aty. Ti tregoj që unë ekzistoj, unë jam këtu për ndihmuar. Shumë vërtet. Dhe marketingu gjatë gjithë kohës do të jetë komunikimi i vazhdueshëm. Ne themi këtë që shumica e audiencës nuk kanë gati për blerë nga ty sot. Por qëllimi i marketingut dhe komunikimit vazhdueshëm është që kur ata të jenë gati, ti të jesh pozicionuar në mendjen e tyre si zgjedhja e parë. Ky do të jetë qëllimi i të dyve, dhe shitja me komunikimin dhe me mbajtjen e marrëdhënies, po dhe me marketingun me komunikimin e vazhdueshëm online për ato dhe klientit. Për t'i paraprirë një pyetje, se më kujtua nga gjithë kjo që the, dhe faleminderit që ndave. Unë të paktën shikoj shumë mungesë edhe me persona që flas apo gjatë trajnimeve që du ta sjell shpesh në vëmendje, që ndonjëherë nuk komunikojnë se çfarë unë zgjidh. Flasin për produktin, karakteristikat, qoftë ai në rang shërbimi apo produkt fizik e kështu me radhë, por nuk flasin, po themi, për çfarë zgjidh. Mendon që është e suksesshme që unë, po themi, qoftë në një marketing tradicional, qoftë digital, të komunikoj se çfarë unë zgjidh dhe duke ul, po themi, përqindjen e çfarë është realisht produkti? Do ishte, po themi, e suksesshme? Ne themi është ABC-ja e marketingu dhe shitjes, që ti mos trego specifikim, trego benefitet. Se në fund ditës klient do di what is for me. Si ti do më ndihmosh mua. Pra, klient nuk do të di kush jam unë apo kush je ti. Klient do di si ne mund ta ndihmojmë atë përmes shërbimit apo produktit që ofrojmë. Dhe gjithë komunikimi do të jetë tek specifikimet. Dhe nga shembujt më të mirë që kemi është që trego si ti do më ndihmosh mua, mos trego çfarë ofron vetëm apo specifikimet e produktit. Kështu që mendoj fokus tek problemet, tek problemin që ka klienti. Benefitet që ka produkti dhe mënyra se si ti tregon se si mund të zgjidhin problemet, patjetër është mënyra më e mirë për të komunikuar. Ndonjëherë klientët nuk e dinë që kanë për ato probleme. Këtu pastaj luan roli i marketingut që duhet të rrisin ndërgjegjësimin e klientit. Për shembull, për shumë gjëra që ndonjëherë njerëzit mund të arrijnë më shumë gjëra
apo mund të rrisim, por ne kemi gjatë trajnimeve tregojmë një formulë që themi vetëm 3% e klientëve e dinë që duan diçka dhe duan tani. Pra janë gati për blerë. Vetëm Pra 3%. kanë të qartë. Po. Rreth 17% e di që i duhet, por ndoshta jo tani, po janë duke kërkuar, nuk e kanë urgjente. 20% janë e di që i duhet, por në një moment të dytë, se tani nuk janë pjekur kushtet, nuk ka buxhetin atje, dhe 60% që mbetet nuk e din që i duhet ajo gjë apo ja. S'din problemin fare. Dhe po, nuk e din problemin. Dhe mënyra më e mirë për të kapur 100% e tregut, jo vetëm 3% që gjithë bizneset fokusohen vetëm për të kapur atë 3%, dhe harrojnë 97%. Mënyra më e mirë është për të kapur 100% tregut është që ti fillon edukon edhe atë 60%, që e fton atë eventin falas. Po. Që i thua, shiko, do të di se si të fitosh më shumë përmes mediave sociale? Ti thua, unë s'kam nevojë për trajnim. Pa ma mund të doja të dija. Në momentin që vjen, aty pastaj zbulon që ndoshta mund të dyfishoj të ardhurat, sepse mund të përdorë disa strategji marketingun për biznesin e tij. Në momentin që trajnon edhe stafin e vet, në momentin që ndoshta pra aty ti e kthen atë nga një njerëz që nuk e di që i duhet ajo gjë, që nuk është i ndërgjegjësuar, e kthen piramidën mbrapsht. Nga një njerëz që nuk e di, e kthen të interesuar. Pastaj një klient potencial që po kërkon, dhe pastaj kur vjen momenti, atëherë thot, po më duhet, dhe kjo mund ndodhi edhe brenda një nate, brenda një seance falas, apo një podcast e falas, apo ndoshta një konsulencë falas që mund të ofrohet, në momentin që ai kupton rëndësinë që ti ke, në momentin që kupton zgjidhjen që ti e ofron dhe arsyet pse do ta marrë tani, dhe sepse çdo ditë që ndoshta vonon është një oportunitet i humbur, ndoshta janë klient të humbur etj etj. Kështu kjo mendoj që është mënyra më e mirë. Shumë vërtet. Unë prej 4 vitesh kam qenë account manager për të konfirmuar atë që ti the, për ta bërë pak më praktike, dhe në shumicën e rasteve nuk e dinin, po themi, sepse një produkt i nevojitaj. Dhe sekreti, po themi, që unë në mënyrë natyrale aso kohë e nxorra ishte që i bëja pyetjet e duhura. Përveç se asaj të ndërtimit marrëdhënies, përshëndetje, si je, si shkojnë punët e tjera, e pyesja si e ke zgjidhur këtë. Dhe i thoshte, për këto s'ka menduar fare, për reduktim kostësh etj, dhe pastaj unë i tregoj që shiko, për këto mund të ndihmoj unë. Dhe kjo ishte qasja ime pastaj që kam mbajtur për gjithë pjesën tjetër të punës, dhe aty kuptova që të paktën në Shqipëri, nuk e di në tregjet e tjera, në shumicën e rasteve, shumicat e problemeve nuk e din fare që i kanë, dhe prandaj vazhdojmë ato ritme që kanë. Dhe mendoj që një detyrë e shitësit, ashtu sikur se është në marketing, sepse ti e ligjeron shpesh, është që duhet të edukojmë tregun, po themi, edhe se si mund të bëjmë më mirë ato që po bën sot. Ka dhe dy mënyra, nga dy raste që ne japim shpesh, janë interesante goxha, besoj edhe për audiencën. Një rasti për shembull është një rast interesant është kur ndonjëherë pyet klientët çfarë do. Sepse ndonjëherë klientët duhet ta pyesim, se pjesa më e madhe e bizneseve bën monolog media sociale. Mendoj që klientët ato e dinë që duan klientët dhe thënë shes 1+1, 2+1, ky është apartamenti rruga Kavajës, me apartament 200.000 euro, kontakto tani. Prezantojnë në aspektin teknik të produktit. Patjetër. Dhe kishim një rast interesant për shembull që një agjenci imobiliare bëri një fushat jo për të qitur një apartament, po bëri një fushat me diçka falas, me një e-book, me një material që ai mund ta shkarkonte audienca, dhe thoshte zbulo sa vlen shtëpia jote. Po, e di, e kam parë. Dhe vetëm nga ajo fushat kanë ardhur mbi 50.000 kontakte pronar që kishin një shtëpi. Nuk ishin gjithë për ta shitur pronën, por ama ishin pronar sepse donin të dinin sa i vlen shtëpia tyre. Dhe e bukur e kësaj është që nga 50.000 kontakte që ato kishin, ai moment që i mblodhi si databazë, krijoi pastaj një sekuencë me email, dhe emaili i radhës ishte kam 200 klient blerës gati për blerë shtëpinë tënde. E filloi pjesën e edukimit. Super strategji. Pra, e para ishte një e-book, një material 3 faqe që ishte bërë shumë thjesht me Canva, dhe që zbulonte gjithë rrugët kryesore të Tiranës, dhe thoshte nëse e ke për shembull te Mysymshyri, dhe e në pallat ekzistues, varion e zem nga 1.300 euro deri në 1.800 euro. Nëse e pallati i ri, varion nga 1.800 euro në 2.500 euro. Dhe vetëm me 2 kolona.
dhe 3 faqe dhe ti e merr një lloj informacione dhe është edhe një lloj ndihme, benefiti. ekspertize për atë që e shkarkon. Për emaili dytë, momentin që ti e di që ke një pronë për ndoshta ajo për të qitur, por kur e thot kam 100 klient gati me valixhe në dorë, Po. ti tregon. Dhe e treta është ai nuk e dërgoi vetëm një herë emailin. Ai ka dërguar mua që kam shkarkuar atë, ka dërguar ka gati 3 vite, po thjesht çdo javë nga një email. Dhe unë tani e zem do të çes shtëpinë time. Është e vetmja agjenci që më ka shkruar që më vjen mendje. Pse? Sepse ka çdo javë që ai thot, ja pse tani po bëhet rivlerësimi për shembull. Po. Ja çfarë duhet të dish nëse do shes shtëpinë. Dhe na kontakton neve për konsulencë falas. Pra, ai mua edhe nëse nuk e hap emailin, vetëm me subject që unë i lexoj aty tregon që unë jam këtu, unë jam gati për të ndihmuar. Momenti që ti dhe është nga vetmit agjenci që unë kam kontakt dhe që ai po më ndihmon, dua të them apo më edukon. Ky ishte rasti i parë, rasti i dytë që ishte interesant ishte njëherë do ta pyesim klientët. Ishte rasti për shembull në një agjenci turistike bëri një pyetje në story. Kur ishte në prill dhe në maj dhe kur dëshiron që kur po i planifikon pushimet e tua të familjes? Në qershor, në korrik apo ngusht? Dhe tha, vetëm nga kjo pyetje që ne i bëm audiencës, brenda fundjavës 48 orësh na erdhën 2000 përgjigje. 2000 pa bërë asnjë sponsorizim. Dhe aty kuptuam, tha që e para ne po bënim monolog vetëm postime, që kjo është oferta kjo. Dhe bëmë një gjë të bukur, nga këto që na përgjigjet që na erdhën, i ndam në 3 mesazhe standarde. Këto janë ofertë, disa thonin 700 na erdhën nga Koriku për shembull. 800 thanë duan po e planifikojnë gusht. 600 thanë qershor. Dhe ne bëm 3 mesazhe, tham ja kush janë ofertat më mira qershor. Dhe dham atyre që i interesoheshin për atë qershor. Sepse ndonjëherë do të njohim audiencën, do ta pyesim shpesh dhe të japim atë që do audienca. Në këtë mënyrë është lead hot lead. Në fund të ditës prandaj je aty për t'i ndihmuar. Pra, ky duhet të jetë procesi që edhe edukon, e informon, e mban komunikim vazhdueshëm, por edhe her pas here do ta pyesësh çfarë është ai interesuar. Dhe të japësh atë që do ai. Tani unë dua që të ndihmojmë bashkë dikë. Është një person që po ndjek këtë podcastin, është në fushën e biznesit, mirë po ka dilemat e veta përgjithsisht. Madje një tjetër që është shoku i këtij nuk e di fare që mund të nevojitet. Por le të ndihmojmë këtë që ka dilemën sepse është pak një hap më përpara. Ai ka dilemën sepse duhet ta blej librin Strategjia fituese. Çfarë do t'i thonim këtij personi që do kishte impakt, po themi, me informacionin që do marrë nga libri? Nëse ai do të marketojë më mirë biznesin, nëse do të rrisi influencën e tij si ekspert apo si një profesionist, nëse do të bëhet më i dukshëm treg dhe të marrë vëmendjen që meriton, ky libër është për ata. Pra e kam shkruar jo vetëm për ata që janë ekspert marketingu që të mësojnë si të ndërtojnë strategji më të mira, por e kam shkruar për çdo, për të gjitha nivelet, edhe për ata që nuk ka studiuar marketing apo nuk punon në marketing, por është profesionist në një fushë të caktuar, por që do të di se si të promovojë më shumë ekspertizën e tij, të di se si të marrë maksimumin nga platforma digjitale dhe të bëjë më shumë njerëz që ta njohin atë, ta pëlqejnë dhe ta besojnë. Dhe kjo është një nga aftësitë më të mira që do i ndihmoj shumë edhe në zhvillimin e karrierës, të hapet më shumë dyer, po edhe në zhvillimin e biznesit, sepse fiton më shumë klient, bëhet më i dukshëm edhe fiton më shumë autoritet edhe vizibilitet, patjetër. Sot, në një statistikë fundit që kemi bërë në studim, është që gati 80% e njerëzve, para se blejnë diçka, shikojnë online, futen online, nga koltuku i shtëpisë, marrin celularet edhe fillojnë kontrollojnë online. Dhe në momentin që biznesi i tyre apo ata nuk ka një prezencë mirë digjitale, atë konkurrentët e tyre që ka një prezencë më të mirë, ata fitojnë sot. Pra, ne themi sot nuk mjafton të jesh më i miri apo të kesh produktin më të mirë për të arritur sukses, duhet të kesh patjetër dhe marketingun më të mirë, të dish të pozicionohesh në mendjen e asaj audiencës që ti do si produkti apo eksperti numër 1 i fushës tënde. Dhe për këta persona që duan të arrijnë këtë, për këtë është shkruar ky libër.
Okej. Edhe një pyetje gjithmonë në kuadër të dilemave, por edhe për ta spotlight pak si çështje. Do rekomandoj më shumë librin apo trajnimin? Unë do rekomandoja të dyja, por do kisha shumë dëshirë që hapi parë ishte libri. Ta lexonte librin, të marrë idetë kryesore, dhe nëse do që ne mund ta ndihmojmë për të zhvilluar aftësitë, për t'i vënë në praktik dhe për të krijuar një lloj plan, për t'i vënë në zbatim të gjitha idetë kryesore, trajnimi patjetër mund të jetë zgjedhja e dur më pas, për t'i vënë implementim të gjitha idetë më të mira dhe për t'i ekzekutuar në bazë të biznesit dhe të nevojave që ka biznesi i tij. Okej. Shiko, për të të marrë esencën e gjithë, po themi, diskutimit që edhe kemi bërë. Ky podcast synon që të marrë një audiencë, po themi, që aspiron, po themi, botën e biznesit, ose është në fillimet e biznesit, apo don që të rrisi, po themi, nivelin e njohurive, qoftë në leadership, në shitje, në marketingun digital, apo gjëra të kësaj natyre. Dhe duke që se dua të arris të lloj audiencë, do doja shumë që edhe t'i ndihmoj ato. Por ndonjëherë duhet një përmbledhje, sepse është ajo që ti the, bëhet edhe më faktike dhe më e pagabueshme, po themi, si mësimi i dhënë. Cilat do ishin 3 faktorët kryesorë që ti do ja rekomandoje, qoftë një personi apo një biznesi, që do ishin pilarët kryesorë në po themi marketingun digital, po edhe në atë tradicional, në tipare, po themi, strategjike e kështu me radhë. Duke shkuar, po themi, deri afër shitjes, ku mbaron realisht marketingu dhe fillon pastaj pjesa ekzekutive. Më shumë se sa faktorën do të thoya aftësitë që duhet të ketë ndoshta profesionistët sot, për atë që do bëjnë diferencë mendoj në karrierë. Dhe që ka bërë diferencën edhe për fushën time, apo edhe për që jam duke zhvilluar akoma, që mendoj që do ketë diferencë edhe impakt. E para janë aftësitë shitse. Jo vetëm aftësitë për të shkruar online, por aftësitë shitse në komunikimin me njerëzit. Për të influencuar, për të bindur edhe për të bërë më shumë njerëz që të ketë një lloj pozicionohen në mendjen e tyre si një profesionist i fushës. I mirë që unë dua të bëj, të kem biznes me ta, apo të kem bashkëpunim nesër pas nesër. Pra janë aftësitë shitse. E dyta janë aftësitë e komunikimit në publik. Mendoj është ajo që çdo profesionist duhet ta ketë. Edhe nëse je profesionist teknicien shumë i mirë, prap nëse do synon të bësh në nivel menaxherial, ti duhet të bindesh tjerët. Pra aftësitë për të komunikuar me të tjerët, po edhe në publik, ndoshta me audienca më të gjëra, sot fiton shumë më shumë impakt. Fakti për shembull rasti i podcastit është një mënyrë për të komunikuar në publik, edhe është një aftësi vetë. E treta janë aftësia për të shkruar. Sot, media sociale, nëse do të jesh i mirë në marketing, apo dhe shitse tham janë marketer sot, nuk kam më shitës që thjesht janë analog, nuk kam platforma digjitale, janë ata që shkruajnë mirë. Dhe kjo është një aftësi që ne kemi mësuar për vitesh, po vitet e fundit e kanë haruar, sepse jemi me duke shkruar vetëm me WhatsApp edhe me tastier dhe shumë harojnë, por mendoj që çdo njeri mund të shkruajë mirë. Momenti që ai njeh klientët dhe ka fituar deri diku një lloj aftësi komunikimi me njerëzit dhe aftësi shitje. Nëse ka punon apo ka punuar në shitje, i ka ndihmuar shumë. Pra aftësia shitse, aftësia komunikuese në publik, aftësia për të shkruar që e ndihmon shumë, dhe patjetër aftësia e marketingut. Sot mendoj momenti që di dhe aftësi për të përdorur platforma digjitale, për të arritur mijëra njerëz online, e që atë ide që ke, atë produkt që do të qesh, apo atë aftësi, ke aftësi pastaj për ta marketuar me mirë tek mijëra njerëz, mendoj që kjo do bëj diferencën. Dhe në 10 vitet të ardhshme, ato që do kenë këto 4 aftësi kryesore, ata mendoj do kenë më shumë avantazhe konkurruese. Dhe pavarësisht AI-s, pavarësisht ekspertizës që patjetër duhet ta ketë në fushën e tij, këto aftësi që persona që do dinë të shesin, do dinë të shkruajnë mirë, do dinë të komunikojnë në publik me audienca më të mëdha, dhe do dinë të bëjnë marketing më të mirë të vetes, të produkteve, por edhe të brandit të tyre, ata do bëjnë diferencën dhe do kenë një impakt më të madh në treg. Të falenderoj shumë për gjithë kohën, për gjithë bisedën që bëm së bashku. Libri është goxha interesant, u kam filluar të lexoj, do e rekomandoja çdo kujt, po themi, që do të promovoj qoftë edhe veten, sepse sa vjen dhe kjo dhunti po kërkohet.
dhe shihemi në ditën e vijim në bisedat tona të shpeshta. Patjetër. Tek i ftuari radhës kemi një mik të përbashkët, kështu që kisha dëshirë që librin ta lë këtu për t'ia dhuruar atij. Okej, shumë faleminderit, bëre mirë që e përmende. Faleminderit të gjithë ju që ndoqët këtë podcast. Do ju ftoja që të bëni subscribe në YouTube, por të na ndiqni edhe në rrjetet sociale. Pasi edhe personazhi i radhës është goxha interesant, vjen nga bota e biznesit, punon shumë me mendje njerëzore, është një person që është, le të themi, multitask, qoftë nga aspekti i politikës, nga bota akademike e kështu me radhë, kështu që ka shumë për të mësuar. Renato, edhe një herë faleminderit, edhe shihemi së shpejti dhe faleminderit për kontributin që jep, sidomos atyre të rinjve që kanë nevojë për sa më shumë ekspertizë dhe për të ecur përpara. Faleminderit. Kënaqësi.